Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Sot do t'i rikthehemi një çështje shumë të rëndë, një ngjarje shumë të rëndë që ka ndodhur me datën 2 janar, siç ndodh fatkeqësisht në Shqipëri, çdo fund viti dhe çdo fillim viti, por edhe në muajt e pushimeve, në korrik, në gusht dhe në shtator, gjithmonë janë muajt që ndodhin ngjarjet edhe më të rënda. Përsëritet rasti i Fierit, ajo çfarë ka ndodhur vite më parë, me datën 2 janar, ku nga bashorti vritet bashkëshortja dhe bëhet fjalë pikërisht kësaj radhe në Orikum. Çifti Xhebroi me sa duket po kalonin momente të vështira pasi 40 vjeçarja viktima Sose Xhebroi kishte kërkuar divorcin ndaj bashkëshortit, ishte një diskutim i brendshëm familjar, asnjë kërkesë pranë gjykatës së Vlorës në lidhje me divorcin zyrtar dhe ligjor, por ajo prej disa muajsh ishte larguar tek motra e saj binjake jashtë kufijve dhe territorit shqiptar, por t'u rikthyer në festat e fundvitit dhe datën 2 janar kishte shkuar në shtëpinë e saj për të tërhequr sendet personale. Ktu ka ndodhur e gjithë tragjedia. Babai ka kërkuar djemve ta linin dhe ta sqaronin çështjen vetëm për vetëm, ball për ball me nënën e tyre. Këta të fundit janë bërë merak, kanë shkuar në shtëpi, kanë gjetur fillimisht flitet në media të paktën nënën e tyre dhe më pas trupin e pajet, sepse babai i kishte torturuar nënën dhe më pas ajo kishte gjetur vdekjen për shkak të torturës dhe më pas në bodrumin e shtëpisë të tyre ai kishte kryer suicidin autori Llogara Xhebroi. Ndërkohë që ka edhe një tjetër version dhe ne nuk e dim se kush është versioni i saktë, sepse përflitet që vetë autori ka dërguar në qendrën shëndetësore trupin e pajet së shoqes, Sose Xhebroi, dhe më pas ka kryer suicidin, vetvrasjen në bodrumin e shtëpisë. Të gjitha këto do t'i diskutojmë në studion e emisionit me zemër të hapur, sepse ka thyer heshtjen familjari i Llogara Xhebroit, por më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga krye redaktorja e emisionit me zemër të hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi jo vetëm për dëgjuar intervistën time me familjarin e afërt të familjes Xhebroi, një heshtje totale në fakt për të mos u zbuluar shumë detaje në lidhje me marrëdhënien e tyre, por do dëgjojmë të gjithë sy e vesh dhe do ta diskutojmë gjatë në këtë studio ditën e sotme nga ekspertët tanë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mesditën e datës 2 janar në Orikum. Sipas informacioneve paraprake, shtetasi Llogara Xhebroi, 52 vjeç, ka vrarë bashortin e tij dhe më pas i ka dhënë fund jetës. Ngjarja ka ndodhur në banesën e çiftit. 52 vjeçari fillimisht e ka dhunuar fizikisht bashorten e tij, Sose Xhebroi, dhe më pas duke e mbytur për vdekje. Kanë qenë fëmijët e çiftit ata që kanë lajmëruar qendrën shëndetësore të Orikumit. Trupi i pajeti viktimës është transportuar drejt morgut të spitalit rajonal të Vlorës, ndërsa pak më vonë bashorti i saj ka kryer vetvrasje duke qelluar veten me armëzjarri tip pistolet në garazhin e banesës. Në vendngjarje është gjetur edhe një gëzhoj. Mësohet se çifti kishte në pronësi një ambient lokal në dalje të Orikumit, rrugës për në fshatin Dukat, dhe ishin prindër të 2 djemve. Sipas dëshmive të familjarëve, ata kishin pasur konflikte të vazhdueshme dhe ishin ndarë rreth 2 vite më parë për t'u ribashkuar më pas, por konfliktet kishin vijuar dhe së fundmi ndodheshin në proces divorci. Ndërkohë fqinjët e çiftit kanë deklaruar se janë tronditur nga ngjarja, duke theksuar se i njihnin si njerëz të qetë dhe nuk kishin dieni për konfliktet mes tyre. Ditën e sotme në emisionin me zemër të hapur do të transmetohet dëshmia e një familjari. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, përpara se dëgjojmë edhe intervistën e zhvilluar me familjarin e Llogara Xhebroit. Me mua në studio do të jetë Novruza Dori, avokati ynë. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, me në krye avokatin zotin Due Pietra, që është edhe krijuesi i gjykatës së arbitrazhit. Do ndalojmë te gjykata e arbitrazhit në qoftë se raste të tilla, si rasti i vrasjes së çiftit Xhebroi në Orikum, mund të kalonin apo jo, dhe çfarë ndryshimi ka gjykata e arbitrazhit e formuar pikërisht nga juve me ndërmjetësimin që ne tashmë e dim dhe është folur gjithmonë në media. Në krahun tënd do të kemi një
psikologe, këshilluese ligjore, eksperte ligjore, është psikologja Erilda Ajaz, përshëndetje. Mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në fakt ti je këshilluese ligjore në gjykat për sa i përket edhe rasteve të tilla, urdhrave të mbrojtjes, proceseve të divorcit dhe më shumë se sa ju zonjë nuk mund të fliste askush nga ekspertët në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Me pak rezerva kur kemi folur dhe kemi diskutuar bashkë, sepse the nuk dua të flas vetëm për fenomenin, por për rastin drejt për së drejti, por për një fenomen që me sa duket po bëhet shumë shqetësues në Shqipëri. Shumë vërtet, po. Nuk e di, ti vetë fillimi vitit, data 2 janar, unë jo më kot në fillim të emisionit, përpara shumë viteve deklarova që edhe atëherë ka qenë ekskluziviteti i emisionit Me Zemër të Hapur, vrasja e një tjetër gruaje në Fier. Pse ndodh në fillim të vitit, në fundin e vitit, dhjetor, janar, pastaj dalim në korrik, gusht, edhe në shtator, janë edhe momentet më kulminante të këtyre ngjarjeve. Ka një domethënie? Mund të ketë një probabilitet mbase, por nuk mund të flasim me saktësi sepse duhen studimet mirëfillta për këtë pjesë. Megjithatë, mund të themi që në këto pjesë të vitit, cilat janë më tepër të ngarkuara emocionalisht për individët, për njerëzit, por edhe për familjarët, mbase situata është pak më tepër emocionale dhe individët reagojnë edhe me më shumë ekspresivitet dhe impulsivitet. Si përjetohet një ngjarje e tillë, besoj se edhe ju e keni parë në media. Po, jam njohur në media me rastin. Je njohur në media me rastin. Për fat të keq se gjej rastin fillimisht dua t'ju shpreh ngushëllimet familjarëve të dyja palëve, sepse është një humbje e madhe për ta. Megjithatë, ashtu si e theksuat edhe ju, unë dua që të ndalemi më tepër te fenomeni i dhunës dhe i këtyre rasteve ekstreme ku dhuna në fakt merr edhe jetë, dhe të shohim ato mekanizmat cilat ne si ekspert, si profesionist dhe komuniteti njëkohësisht duhet njihet me mënyra se si duhet të parandalohen këto raste dhe dhuna ekstreme. Sinja Erilda, do doja të dija, një profesionist i fushës, si që jeni ju, këto pyetje do t'ja bëj edhe avokatit, teksa sheh një lajm të tillë, del përtej kornizës së profesionistit, thua çfarë po ndodh, si ka ndodhur, hyn në detaje, duam të kuptojmë pak më tepër në aspektin njerëzor dhe profesional. Pa diskutim që për te profesionistit ne jemi dhe njerëz, kështu që përfshirja humane, emocionale është e pashmangshme, por tendenca është që pas asaj përballjes së parë me lajmin, ne si ekspert na lind përgjegjësia dhe detyra për të menduar në mënyrë më tepër profesionale dhe për të patur një qasje e cila kërkon edhe ndërhyrjen tonë në raste specifike me cilat ne hasemi gjatë punës tonë. Kështu që patjetër këto raste ndikojnë tek ne, por padyshim që ndikimi përtej anës humane ndodh edhe në aspektin profesional. Pra këto raste ngren alarmin jo vetëm për ne, por për gjithë komunitetin, për gjithë shoqërinë, që të shohim mënyrën e duhur për të bërë ndërhyrjet në mënyrë institucionale, profesionale dhe pastaj individuale. Në fakt janë 3 procese përpara se të shkohet në divorc, është procesi paraprak për të marrë një vendim, është procesi i divorcit dhe i zgjidhjes martesës pranë gjykatës, që duhet jetë sa më qytetar dhe sa më i qetë, edhe pse në fakt Shqipëria nuk e ka këtë luks qetësie, janë të rralla rastet e tilla kur bëhen me marrëveshje dhe më duket sikur problemi kryesor, të paktën në çerek shekulli që bëjmë këtë emision, më duket zonjë sikur pjesa post-divorcit është edhe pjesa më e vështirë. Pra, çfarë ndodh? Nëse ky çift do ishte drejtuar profesionistëve si ju, a mund ta kishin shpëtuar martesën e tyre? Pse nuk është ende këshillimi martesor të shkohet tek një psikolog dhe të shpëtohet martesa? Nuk është ende një proces shumë normal, madje quhet diku edhe tabu. Në fakt, kohët e fundit është vënë re një ndryshim i trendit për sa i përket kërkesës për ndihmë tek profesionistët. Kështu që unë do doja ta thyenim pak këtë tabun e shoqërisë tonë si një shoqëri e mbyllur dhe që nuk kërkon ndihmë, sepse profesionalisht dhe nga eksperienca ime dhe kolegëve me cilët unë ndaj opinione dhe mendime, trendi po ndryshon. Kështu që kjo është një gjë pozitive.
Patjetër që ka raste të tilla, për fat të keq, të cilat përfundojnë dhe në humbje jete. Do ishte mirë që të gjitha rastet kishte ndërgjegjësim të plot të popullatës, të komunitetit, që rastet të tilla të kërkojnë ndihmë menjëherë. Pra në momentin që ngrihet alarmi dhe ka sinjale që ekziston jo vetëm konflikt, sepse konfliktet janë diçka normale brenda një çifti që është në një proces ndarje. Por kur konflikti përshkallëzon në dhunë, kur pushteti nuk është simetrik tashmë, por kemi një asimetri të pushtetin të partnerëve, kur njëri bëhet kontrollues, ushtron një pushtet deri në dhunë, atëherë këto duhet të ngrenë vërtet alarmin dhe të shërbejnë si sinjale për të kërkuar ndihmën e profesionistëve. Si psikologe këshillimi dhe eksperte ligjore për urdhrat e mbrojtjes apo për zgjidhjet e martesës, ndoshta me statistikat tuaja, sa raste keni parandaluar për të mos shkuar në fenomene të tilla dhe në ngjarje të tilla kaq të rënda? Me shifra të sakta në këto momente nuk mundem të flas. Megjithatë, raste të cilat kërkohet urdhër mbrojtje, pothuajse 95% e rasteve urdhri mbrojtjes aprovohet dhe ofrohet dhe rekomandohet nga ne si ekspert psikolog. Pra, dhuna nuk është vetëm ajo dhuna tradicionale që njihet si dhuna fizike, ushtrimi i dhunës fizike. Dhunë ne konsiderojmë edhe dhunën emocionale, edhe një presion psikologjik, edhe ushtrimi i kontrollit të individit për të mos kryer funksione normale të jetesës. Edhe kjo është një formë dhune. Kështu që, sepse ne si shoqëri jemi mësuar që dhunë të konsiderojmë vetëm atë dhunën fizike. Ndërkohë që emocionale është shumë herë më e rëndë se ajo fizike. Por mos të harrojmë që dhuna ka forma të ndryshme dhe nuk duhet neglizhuar asnjë lloj forme e dhunës dhe nuk duhet justifikuar për më tepër. Mirë, ke urdhrat e mbrojtjes do ndalojmë vetëm pas pak se dua të njëjtën pyetje ta bëj edhe avokati. Novruz, nuk e di, kur e pe lajmin në media midis profesionistit edhe njerëzores, çfarë duke qenë se sapo ke ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një përvojë të gjatë atje dhe vjen në Shqipëri. Çfarë përjetove? Është pak e vështirë faktikisht që të qëndrosh thjesht brenda suazës apo brenda kornizit të qenë profesionist, sidomos në raste eksplicite se ky i sotmi. Të tilla çështje edhe në realitetet të huaja, qoftë ka ju që përmendë ku kam jetuar për disa vite, është gjithmonë bën buj, pra gjithmonë krijon tronditje në shoqëri. Dhe në atë shoqëri që janë shumë të mëdha, jetë shoqëria jonë e vogël që ne e njohim pak më mirë këtë shoqëri dhe efektet e këtyre ngjarjeve janë akoma dhe më të mëdha. Edhe më të mëdha sepse i gjejmë prezentet e miq, shok që mund të kemi dëgjuar histori të kësaj natyre. Kjo dhe në rastin konkret kur u njohëm me këtë lloj situate, është e pashmangshme siç theksova pak më parë që ti mos të ndihesh një farë rrënqethje në trup dhe të kuptosh që ky është një shqetësim, jo thjesht aty ku ndodhi ngjarja, por ky është një shqetësim që dashu pa dashu kalon dhe ty të prek pak për emocionet e tua, kupton që kjo gjë nuk ndikon thjesht vetëm aty për personazhet të cilët janë në këtë lloj situate që kanë ndodhur, qoftë personazhet autori, viktima apo dhe fëmijët e tyre apo dhe familja më tepër, por është problem në komunitetin aty, pastaj shtrihet më gjeni kuptoj më të madh gjithë realitetin tonë shqiptar. Dhe do mundohemi sot të jemi disi të ftohtë, nuk e di se sa do realizojmë qëllimin tonë për të qenë ftohtë për të kuptuar se ku është thelbi. Me aq sa ne mund ta trajtojmë sot, sepse nuk kemi gjithë informacionin e duhur. Dhe për sa i përket vetë hetimit të kësaj çështje është shumë i cunguar sepse është shumë e freskët çështja. Ja do flasim për hetimin. Nuk mund të shtrihemi agje për të kuptuar faktorët përcaktues apo ata që kanë ndikuar në këtë lloj situate. Avokat, data ka qenë 2 janar dhe përsëriten çdo pothuajse 2 janar çdo vit do ketë nga një ngjarje të rëndë të këtij lloji. Ditë festash, festohet pranë familjeve, mundohemi të jemi më të mirë në këto ditë. Jashtë kostumit të avokatit, teksa shikon ngjarje të tilla. Kush është reagimi i parë që të vjen ndërmend mes festash edhe familjes tënde? Çfarë diskuton? Kush është fjala e parë? Më ka pak ngushtë në këtë situatë sepse jo, dua një reagim të idenë e gjithë pyetjet. Po zhvishem totalisht nga ajo çfarë tha, nga kostumi e të gjitha dhe gjëja e parë që të vjen në mendje është kupton se sa shoqëri fatkeqe që jemi. Por të thënë kjo ti jep dashu pa dashu dhe një farë emocioni aty për aty në atë moment, atë gëzimi që ju trajtuar pak më parë, dhe unë tani pa dashur të hyj te roli psikologes, do kuptoj se edhe ju dëgjova edhe pak më parë dhe tha që kryesisht këto ngjarje ndodhin kryesisht para festave ose mbas festave. Dhe gjatë muajit korrik, gusht edhe shtator. Sepse ato janë të lidhura me festat në kthimin e njerëzve janë pra. Unë mendoj, pa u referuar rastit konkret, po thjesht një teori e nxjerr nga shembujt e mëparshëm, gjykoj që
tek tillë person që nuk kanë një harmoni dhe shikojnë që diku festohet më tepër, unë besoj se shtohet ajo doza e mos të ditur si të reaguar apo të asaj hakmarrje si mund të kenë menduar që në teori dhe kthehet në praktik, unë besoj jo me vullnet plot 100% të këtyre persona, po për shkak të kësaj atmosferës festive, le të themi, që rrethon këtë persona, ndodh një proces ndoshta i çuditshëm në psikoemocionin e vet në atë çast dhe arrin të kryejnë këto veprime që mund të kenë menduar si teori që dhe mund të ndodhin, po jo që i kanë menduar në për t'i realizuar në praktikë dhe të kenë menduar gjithë skenariot që ndodhin. Unë mendoj se efekti i madh i këtyre festave krijon tek këta njerëz të dobën me këto lloj problematikash që të arrin të kryejnë këto lloj. Ti mendon që dhjetori dhe janari që ka ngjarje të tilla ka të bëjë kryesisht me festat. Por unë kam një tjetër mendim që do ta ndaj vetëm pas pak sepse duhet dëgjojmë edhe intervistën e zhvilluar me familjarin, sepse korriku, gushti dhe shtatori nuk ka asnjë lloj feste, por me sa duket edhe kushtet atmosferike të ftohta shumë dhe të ngrohta shumë ndikojnë drejt për së drejti në gjendjen emocionale të një njeriu i cili jo vetëm ka torturuar bashorten, si në rastin konkret, por në qoftë se është e vërtetë që ai e ka marrë dhe e ka çuar të torturuar në qendrën shëndetësore dhe është kthyer për të bërë vetvrasjen e tij, suicidin e tij, atëherë mund të flasë ekspertja që diçka nuk ka shkuar dhe nuk është vënë re nga shoqëria që thua ti, tronditje madhe shoqërore. Mua më duket që kjo tronditje shoqërore nuk vjen kur mbaron ngjarja dhe është vrar apo është vetë vrar dikush. Tronditja e madhe shoqërore duhet të jetë përpara në parandalimin e këtyre ngjarjeve dhe mua më duket se shoqëria po kalon një hipokrizi shumë të madhe vitet e fundit. Në këto momente, duke kërkuar edhe mirëkuptimin tuaj, ndjekim intervistën e zhvilluar me familjarin e Llogara Xhebrojt. Ngushëllime për vdekjen e kushurinëve tuaj. Faleminderit. Në radhë të parë doja të pyesja ju si e mësuat ngjarjen. Në televizori. Kur e kishe takuar për herë të fundit zotin Llogara? Isha qaka, se isha mispostor me punë, isha pak largë edhe kishe 2-3 muaj se kishe parë. Kishe 3 muaj që se kishe parë. Po. Herën e fundit që e keni takuar, ju ka shprehur ndonjë shqetësim? Jo. Po zonjën Sose, kur e kishe takuar për herë të fundit? Atë e kisha takuar një 2 muaj më para, të ndodhte kjo. Pra ju nuk dinit absolutisht asgjë në lidhje me marrëdhënien e ndërlikuar të tyre? Po, nuk është se para. Gjithë njëri për këto gjërat personale të shtëpisë, do njëri e di vetë, apo shtësia i pru. E kuptoj. Ata kishin kohë që ishin martuar me njëri tjetrin, sa vite martesë kishin? 20 vjetë. 20 vjet. E kuptoj. Po ishin drejt një procesi divorci? Jo, këtë gjë se ti. Zonja Sose kishte kohë që ishte larguar nga Shqipëria, ishte kthyer për festa, jeni ndjeni? Nuk e dija këtë gjë dhe kur më ka marrë vesh kur ndodhi kjo që nuk ishin bashkë do me thënë. E kuptoj. Ndërkohë me djemt ke mundur të flasësh? Po qatë të flasë që të thëmë me të jene është delikate janë të traumatizuar nga kjo gjë që ka ndodhur qa më këpush dhe të marrin vetën. E kuptoj. Ju patët mundësi të shkonit në varrim? Po normale. Si ju pritën tek familja e zonjës Sose? Po qatë bëjnë ata shket, si që i zu halli ata në zute në vetë, nuk është se ishin gjërat planifikuara këto edhe dhe në gjëra që më frizat asë një. E kuptoj. Si mund të ketë ndodhur ngjarja? Po nuk mund të jam nëse me këtë se nuk duke mos qenë prezente, duke mos ditur gjërat që kanë vjerur, mund të abuzoj të flasë për gjëra që si ti. E kuptoj, e kuptoj. Çfarë natyre ishte zoti Llogara? Njëri korrekt, njëri drejt. E kuptoj, po në lidhje me biznesin e tyre? Shumë i rregullt të ishin, të dy si burrë e grua, punonin bashkë. Në familje e rregullt, çdo familje shqiptare, se kur nuk jeton për ditë me një person, nuk mundi të ish problemet.
kur e takoje si kalon mirë, faleminderit. Mirë pafshim, do shihemi. E kuptoj. Është e vërtet që fëmijët e kanë larguar trupin e babait? Si? Është e vërtet që fëmijët e kanë larguar trupin e babait, e kanë gjetur në banesë, në bodrumin e banesës? Nuk të flas dot për të gjëra kur si ti se unë kur ndodhi kjo gjë mora vesh edhe nuk isha aty, isha pak larg jam kthyer nga rruga dhe kam ardhur dhe nuk e di si ka ndodhur se Ata janë varrosur në të njëjtin vend, po me orare të ndryshme, apo trupin e babait e kanë çuar diku tjetër? papai ka vajtë tek varrezat e familjarëve të tyre në Dukat të vjetër, kurse jo tek familjarët e saj në Dukat të ri. Në Dukat të ri, e kuptoj. E kuptoj. Megjithatë ju morët pjesë në të dyja varrimet, tek kushëriri juaj besoj se po, por edhe tek zonja Sose, e kuptoj. Djemt ishin besoj aty, nuk kanë folur fare në lidhje. E kuptoj. Ndërkohë flitet që vetë zote Llogara e ka marrë trupin e Sëndirës, e ka çuar në qendrën spitalore në Orikum edhe më pas është kthyer që ka bërë veprimin ndaj vetes tij. Nuk i di këto gjëra dhe nuk kam pyetur se s'mund të pyes për këto gjëra, se janë gjëra që janë të vështira të shpresh edhe nuk Po keni një qëndrim tuajin çfarë qëndrimi ju. në lidhje me gjithë situatën, me këtë që ka ndodhur? Nuk ndodh asnjëriu të është diçka shumë e rënda për gjithë. Rast parë për fëmijët, për veten e tyre se ishin të ri, edhe pastaj për gjithë ne se normale dhe me atë kishim kaq vite që kishim punat në ofis, edhe ky kushërim njerëz të rregullt ishin. Kjo është një fatkeqësi që nuk e uroj asnjëri. E kuptoj. E kuptoj. Megjithatë me djemt do mundesh të flasësh për situatën, si është gjendja, unë të pyeta pak më përpara, kur i ke parë djemt për herë të fundit? Jam për të shikoj se shkoj edhe te shtëpia. Edhe është gjendje e rënduar, ë? Po normale është një dhimbje thellë. E kuptoj. Ke mundur të flasësh, flasin çfarë thon për gjithë ngjarjen djemt? Nuk mund t'i ngacmoj në atë pikë që është diçka shumë e dhimbshme edhe Aktualisht me kë qëndrojnë djemt? po tani në shtëpi ka njerëz që janë të zhallarë të jetë mbledhur aty janë për halli që ka rënë, aty janë tani. Pra ju thoni që në varrimin e zonjës Sose ju pritën mirë familjarët apo jo? Po, tani që ajo është fatkeqësi, e kupton, nuk është se deshi njeri të ndodhte kjo gjë, nuk i jep dot njeri vetëm ata persona e din halli si e kanë pas. S'keni kuptuar asgjë ju nga jashtë, ë? Po tani nga jashtë. Po çdo njeri është në punët e tija, në hallet e tija, kur e takon, e pyet si e, si kalon mirë, po nuk të shfaqi gjë, po s'ta gjë ka mund të dish se çfarë ndodhin për ta familjen. E kuptoj shumë qartë. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për diskutuar atë intervistë që kemi zhvilluar me familjarin e Llogara Xhebrojit. Në fakt, është për të diskutuar e gjithë dinamika, sepse në këndvështrimin ligjor bëhet fjalë që në qoftë se autori ndron jetë, por në rastin konkret ka bërë suicidin, ka bërë edhe vetvrasjen, pasi e ka parë se çfarë ka ndodhur me bashortën dhe nënën e dy djemve, mendohet se hetimet mbyllen dhe çështja mbyllet këtu. Megjithatë, duhet flasim më gjerësisht për sa i përket edhe aspektit ligjor, se ka paqartësi. Në fakt, në këtë ngjarje, në ditët e para është folur që njëri prej djemve, duke qenë se babai i kishte thënë që ta linte vetëm me nënën për të sqaruar detajet e fundit të divorcit të tyre, djali është larguar nga banesa dhe është bërë merak kur nëna nuk i ka kthyer përgjigjen. Dhe flitet që djali ka shkuar në shtëpi dhe ka gjetur trupat e të dy prindërve.
por ditë më pas është dhënë një tjetër version, një tjetër detaj, të paktën i referohemi medias, duke qenë se është një çështje, nuk e dim në hetim apo jo, pasi ka ndruar jetë autori, që vetë autori, kur e ka parë se çfarë ka ndodhur për shkak të rrajës, të torturave me bashorten e tij, e ka çuar në qendrën shëndetësore të Orikumit me shenja të pajetë dhe aty pastaj ka marrë automjetin, ka shkuar në banesë dhe ka bërë suicidin, ka bërë vetvrasjen dhe aty e ka gjetur trupin e pajetë djali. Për të dyja versionet, avokat duam të japim një shpjegim për sa i përket rastit, por do dalim edhe në përgjithësi se çfarë duhet të flasim për fenomene të tilla dhe për ngjarje të tilla. Çfarë duhet të rregullojmë me ligj? Po, rasti shumë i freskët, ne kemi shumë freskët dhe unë jam i bindur 100% në këtë gjë që Prokuroria e Vlorës e ka për çështjen e ka në hetim, nuk mund mbyllen hetimet për faktin që thjesht u konstatua ose dyshohet sepse personi që ka kryer veprën penale është dhe autori njëkohësisht. Ne nuk e dimë ende sot. Dhe organi prokurorisë ka nevojë për ato ekspertizat e veta dhe për gjitha gjërat. Pra mund të themi me siguri të plotë që çështja është ende në hetim. Vërtet në momentin e parë mund duket një çështje shumë e qartë, sepse thuhet që kanë qenë dy bashkëshort, njëri ka shkuar ka kryer vrasjen dhe pastaj ka kryer vetvrasje. Por njëkohësisht brenda kësaj çështje qëndrojnë shumë komponentë tjerë të fshehtë, indirekt, që ne sot mund t'i hamendësojmë, por nuk mund t'i trajtojmë me siguri absolute sepse nuk kemi informacionet e duhura. Por kjo si çështje, për dhe nga vetë natyra e kësaj lloji që është krim brenda familjes, meriton pak më shumë vëmendje, jo vetëm thjesht nga organet e hetimit, por nga gjitha strukturat e shoqërisë, ato që ndihmojnë për ta përmirësuar familjen, mandej dhe shoqërinë vetvete. Jam i bindur që ndoshta jo drejt për drejt, po indirekt ka dhe shumë faktorë të tjerë, se si mund të shkoj. Unë dëgjova pak më parë me shumë vëmendje intervistën që ju kishit bërë me një nga kushërinë e autorit, të dyshuar si autor të kësaj vepre penale, i cili në shumë momente mundoi të mbani një qendrim neutral, por her pas here edhe pak mbrojtës, edhe është e drejtë sepse ndoshta edhe aq informacione ka, nuk mund ta paragjykoj në lidhje me këtë aspekt. Ai është një burim i rëndësishëm, por në kuptimin për trajtimin aktual të kësaj çështje, por për më tepër vlen për të marrë trajtimin nga dyja krahët, nga komshinët që kanë jetuar rreth e qark këtij çifti, sepse në këto raste komshinët mund të dinë shumë më shumë se sa thjesht familjarët e këtyre Faktikisht intervistat e fqinjve ishin që autori kishte shfaqur shenja xhelozie. Pra, njihen në komunitet si një person xheloz, por ndoshta edhe për shkak të diferencës së moshës, një 52 vjeçar me një 40 vjeçare. Po, dhe në një moment caktuar fillojnë të thellojnë pak të diferenca. Nëse më parë kanë qenë, po themi, 20%. Para 20 vitesh janë martuar. Tani fillojnë gjithmonë të theksojnë këtë gjë. Por unë nuk mund ta cilësoj që thjesht mund të jetë ky elementi që e ka çuar në këtë lloj akti. Mizor do e quajmë për vetë pasojat që ajo lë, sidomos për familjet e tyre. Sepse në këtë rast, pavarësisht që viktim në kuptim të ligjit është vetëm bashkëshorti i tij, por në syrin pak më të gjerë viktima janë të dy, për vetë fëmijët që kanë mbrapa. E kupton sepse krijon një traumë shumë të madhe për ata si familjar, sepse ata nuk kanë as baba as nën sot. Pavarësisht që njërin e kanë gjallë, por në thelb nuk është. E kuptom se dola ke rënditja shoqërore kur e përmende në krye të herës apo more fjalën se jemi një shoqëri hipokrite tani. Roli i shoqërive të huaja, por ne do ndalojmë edhe tek roli i shoqërisë shqiptare. Jemi bërë pak egoist se kur fqinjët i drejton mikrofonin dhe thonë që po, llogara ka pasur disa shenja xhelozie dhe janë vënë re në publik, në shoqëri, në komunitet, atëherë edhe komuniteti duhet bëhet pak më i ndjeshëm ndaj këtyre fenomeneve. Të mos thonë është punë e tyre, s'ka ç'më duhet mua. Do me thënë, sistemin e referencës nga komuniteti në institucione, ne pothuajse kemi zero. Që është një problem shumë i madh, sepse kjo krijon një të gjithë këta persona që thonë lërë të merren vetë, janë problemet e tyre, ne nuk i dim, nuk dim brendin, në thelb mendojnë atë moment sepse nuk cënojnë të drejtat e tjetrit, por në thelb shoqërinë diferente nuk ishte në Amerikë. Në Amerikë zbulohen rastet pikërisht nga komuniteti. Nga komuniteti aty do të thënë është 7% nga komuniteti ekspozohet gjithçka, sepse nuk mund të jetë, është e pamundur objektivisht që ti të kesh një policë në çdo familje, nuk ndodh. Që të marrësh vesh se çfarë ndodh në familje, pikërisht është vetë shoqëria që reagon, nuk duhet menduar që problemi i tjetrit është thjesht problemi i tjetrit. Ai është sot i tjetrit. Por në thelb indirektisht dhe sot është e YouTube, nëse mund të jetë e YouTube në mënyrë direkte, pra ti nuk e di asnjë këtë gjë. Duke përmirësuar gjithë konceptin se si duhet ta mendojmë. Në radhë njeriu duhet kuptoj vetëm një gjë, kur komshiu i vet është në rregull, është mirë për veten e tij. Nëse komshiu i vet ka një problem, i referohemi dhe intervistës. Familjari po më tepër. Familjarët shpesh nisen nga premisa që duke mos i treguar disa gjëra, mendojnë se mund të ndihmojnë se qetësohen dhe asnjë gjë nuk qetësohet. Nëse ti nuk e demaskon gjithë problemin. Unë pyeta çfarë qëndrimi mban dhe e kaloj fajin në mënyrë individuale tek personi. Nuk dua ta përgjigjsoj gjithë shoqërinë. Por në fillim tha kisha 3 muaj pa e takuar dhe jam dakord,
në rregull, ne nuk takohemi shpeshherë me familjarët tanë prej disa kohësh, por ama ne me familjarët tanë e dim se çfarë ndodh brenda familjes së tyre. Është e pamundur, është Se gati. kush është karakteri kushuririt tonë? Sidomos me familjarët e ngushtë, sepse Pikërisht, pra, është familjar kaq i ngushtë sa ti vërtet nuk e pasur kontakte 3 muaj me zotrin, por se çfarë karakteri, unë jo më kohë të pyeta çfarë natyre ishte llogaran, në qoftë se autori pas ka qenë një natyrë agresive me tendenca xhelozie, që fqinjet e din dhe familjari nuk e di, tani në për këto tryezat familjare kuptohet që diçka nuk shkon. Por më duket pak e çuditshme sepse çifti jetonin bashkë dhe punonin bashkë në biznes privat. Ndaj mua më duket pak e vështirë, mund të qëndroj si argument, që është argument i rënd që ndodh shpesh ajo punë e xhelozisë, por nuk mund të them që është me siguri që vjen si pasojë e kësaj gjë, sepse pikërisht për arsyeën që ju thonë që kanë punuar bashkë gjithë kohën, gjithsesi psikologja mund të thellojë më tepër se çdo kategori është në këtë lloj rasti. Ndalojmë çfarë ndodh. Po më duket se ka diçka më tepër se sa thjesht në aspektin emocional. Le ta themi troç, çfarë mendon? Po mund të jetë interesat të natyrës financiare në moment caktuara, mund të jetë humbur interesi për gjëra dhe pastaj me këto komponentet e tjerë përfshin edhe aktor të dy palëve, po them, sepse do të jem korrekt me dy palë në këtë rast. Pra nuk mund ta trajtosh thjesht kushtisht. Marrëdhënie të treta. Interesat të tjerë të jashtëm. Nuk i dim. Përteja saj, unë do doja të ndalesha pak tek momenti kur ka ndodhur ngjarja. Majsa ne jemi në dieni, gjithmonë flasim me informacionet që ne kemi. Koha dreke. Pa dashur që të ndërhyjmë tek pjesa e të dhënave të sakta nga hetuesia. Pra, do doja të ndalesha pak te momenti kur ka ndodhur ngjarja, që ka qenë pikërisht dita kur zonja e Ndjera ka shkuar për të marrë sendet e veta personale. Pra, pavarësisht se ata jetonin të ndarë për një periudhë kohe, për afërsisht 2 muaj. Dhe dihet gjithashtu që konfliktet kanë qenë prezente edhe para 2 vitesh. Pra, kjo situatë ka qenë e tej zgjatur. Kështu që familjarët ishin në dieni që marrëdhënia mes çiftit ka qenë konfliktuale. Dhe situata ka përshkallëzuar pikërisht në momentin kur zonja ka shkuar të marrë sendet e saj personale. Unë mendoj që e kishte përllogaritur autori, mendon? Nuk mendoj, nuk dua të bëj, domethënë janë amendësime të gjitha këto sa flasim. Sepse i ka kërkuar djalit ta linte me nënën. Mbase vërtet qëllimi ka qenë për të folur dhe për të diskutuar, se mbase mund të qetësonin disi situata. Po varet çfarë debati ka ndodhur. Por dhe varet se si ka përshkallëzuar më pas situata mes tyre dhe gjendja e secilit prej tyre. Por momentin kur zonja ka shkuar për të marrë sendet personale, në fakt ka qenë një moment definitiv për marrëdhënien e tyre, sepse sinjalizonte të paktën për partnerin tjetër që kjo marrëdhënie tashmë finalizohet me tërheqjen e sendeve dhe këtu mbyllet e gjitha dhe më pas mund të shkojë edhe në një proces ligjor divorci. Unë mendoj që këto momente janë delikate dhe kyçe për një proces ndarje në përgjithësi, pra jo vetëm divorci, por në ndarjet mes çifteve, sepse në momentin që ka patur sinjale që kjo marrëdhënie nuk ka qenë e sigurt, për sa kohë që zonja nuk jetonte më në të njëjtën banesë. Pra, mendoj se ka patur sinjale që ajo nuk ndjehej më e sigurt dhe prandaj mund të jetë larguar. Kështu që në momentin kur ajo ka shkuar për të tërhequr sendet personale, mbase kjo ka qenë dhe një tronditje për partnerin e saj, për bashortin, dhe atje ai mbase dhe ka... Çfarë mund ta ketë shtyrë autorin në një agresivitet kaq të madh? Sepse thuhet që 40 vjeçaria Sosa Xhebroi ka gjetur vdekjen për shkak të torturave, për shkak të dhunës. Atëherë, dhuna është një sjellje, nuk mund ta kategorizojmë si një problematik të shëndetit mendor. Mund të jetë një nga elementët që bashkëshoqëron problemet të shëndetit mendor, por nuk konsiderohet në vetvete një problematik. Po është humbje logjike, apo jo? Patjetër që është humbje e logjikës, e cila çon në një reagim të tillë agresiv dhe ekstrem. Pra, unë dua të kuptoj kush është shkaku që ti e humbet logjikën dhe ta torturosh dikë deri në vdekje. Kjo është absolutisht, sepse e përjashtove nga shëndeti mendor. Po të kishe thënë që po, qasja e kësaj dhune mund të ketë. Pra mund të jetë bashkëshoqëruese e disa problematikave të shëndetit mendor, por nuk mund të themi që dikush i cili është pra dhuna në vetvete, vuan nga shëndeti, jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht. Ka persona të cilët janë, ashtu si e theksoi dhe familjari vet, që ne i njihnin për njerëz korrekt, nuk shfaqnin probleme, nuk ishin persona të cilët shkaktonin problematika të paktën në publik.
Megjithatë, shpesh herë në situata familjare dhe atje ku ka një lloj privatësie dhe intimiteti, personat kanë tendencën për të dalë nga vetvetja dhe për të reaguar në mënyra të tilla impulsive. Pra zgjedhin që reagimi i tyre të jetë ekstrem dhe nëpërmjet dhunës. Dhuna është një formë kontrolli. A ka pendesa më vonë nga këta persona? Pendohen këta persona? Ose le dalim ke ngjarje konkrete. Mbas torturimit ka shkuar drejt suicidit. Patjetër që ka qenë një gjendje shokuese dhe për vetë personin. Nuk e eliminojmë dot këtë fakt. Të dhunosh dikë deri në torturë është një situatë shumë ekstreme dhe shokuese për çdo. Kështu që patjetër mendoj se e ka shokuar personin dhe pastaj ai ka vendosur, ka marrë të tjera veprime dhe ndaj vetes së tij. Nëse personi është ai që ka dërguar drejt qendrës shëndetësore me shenja jo jetësore, pra pa shenja jete, dhe më pas është rikthyer për të bërë suicidin. Gjatë kësaj periudhe çfarë ndodh me këtë individ? Nëse është ky versioni. Çfarë mendon? Mendoj që nga ana profesionale, patjetër që ka një lloj turbulence mendore, emocionale, humbje të koshiencës, po themi asaj emocionales dhe mendoj se vetë personi ka qenë pra i shokuar dhe më pas në një moment caktuar mund të ketë kuptuar se çfarë ka ndodhur realisht. Pra, i është dashur, do më thënë, në dy versionet që kanë dalë në media, më i besueshmi mund të jetë kjo, që e ka dërguar trupin për të kërkuar ndihmë e bashkëshortes, pavarësisht se e kishte torturuar, aty ka mësuar që është pa shenja jete dhe më pas aty ka filluar të reflektojë që torturat dhe dhuna që ai ka shkaktuar ndaj zonjës, mendoj se nuk e ka kuptuar realitetin. Kanë qenë vdekjepuese dhe shkoi drejt suicidit. Mirë, ne nuk e dimë nëse zonja ka kërkuar më parë urdhër mbrojtje, por flitet në media që ka kërkuar. E ka marrë apo nuk e ka marrë është diçka tjetër. Tani, zonja përflitet që disa kohë ka jetuar jashtë territorit shqiptar tek motra e saj binjake. Është kthyer për festat e fundvitit. Nuk e di pse u gjet pikërisht 2 janari, duke qenë se zonja kishte muaj që ishte larguar. Pra, divorci fizik kishte filluar. Ndarja fizike. Distancimi i partnerëve ka ndodhur dhe unë mendoj që të gjithë situatën duhet ta përkufizojmë si një proces. Pra, ndarjet nuk ndodhin në një moment të caktuar, por ato kanë një proces i cili në shumë raste mund të zgjasë edhe me vite. Deri në momentin që të dy palët ndërgjegjësohen për të marrë vendimin e ndarjes faktike. Dhe ky proces, po themi, i ndarjes, shpesh herë shkon me ulje dhe me ngritje. Dhe ndonjëherë shoqërohet dhe me konflikte, të cilat në momentin kur sinjalizohet se ka dhunë, nëse kemi fakte që ekziston dhuna mes të dy partnerëve, patjetër që duhet të i drejtohen institucioneve. Sa efikas është urdhri i mbrojtjes? Se për mua është një lloj ngërçi ligjor urdhri i mbrojtjes, duke qenë se duhet jetosh në një banesë dhe urdhri i mbrojtjes mund thotë që duhet të qëndrosh 50 metra. Jo domosdoshmërisht, urdhrat e mbrojtjes janë të ndryshëm dhe ofrohen ose vendimet përshtaten me rastin dhe rekomandimet që japin ekspertët janë të përshtatura, janë specifike për rastet të cilat ne vlerësojmë. Ka raste që edhe dhunuesi, qoftë edhe në pronën e tij mund të largohet nga banesa. Patjetër që po. Në raste të tilla rekomandohet që të dy palët të jenë në distanca të konsiderueshme me njëri tjetrin, mos të kenë kontakte, qofshin to dhe telefonike, në mënyrë as të drejt për drejt, as indirekte, pra kontaktet mes tyre janë totalisht të ndërprera, kontaktet fizike patjetër që po, por dhe kontakte virtuale. Kjo ngjarje ka ndodhur për shkak të mospranimit të këtij divorci, që më sa duket kishim këtë largësim fizike për të shkuar drejt edhe procesit të rregullt ligjor? Probabiliteti është shumë i lartë që mund të ketë patur element të mos pranimit nga ana e palës së bashkëshortit pra në këtë rast. Pra, burrat shqiptar nuk pranojnë asnjëherë t'i lënë pra gratë të marrin iniciativa të tilla, se në rastin konkret është gruaja që po merr iniciativa, pa i diskriminuar burrat, por pranohet thjesht nga gratë dhe nga burrat t'i lënë shqiptar, flas me mentalitetin tonë, po i përfshi të dyja gjinit. Për fat të keq ne kategorizohemi si një shoqëri deri diku
me një krenari deri mbas edhe të tepruar. Pra, niveli egoizmi dhe i krenarisë ndonjëherë shkon në Nuk kemi sens nivele- mase. Nuk kemi sensin e masës të pranimit, sidomos kur bëhet fjalë për pjesën e ndarjeve. Kështu që reagimet janë të ndryshme, janë individuale. Tendenca është e tillë që nuk është në favor personi i cili po lihet në thonjza apo po i kërkohet ndarja. Unë mendoj që ka nevojë për të diskutuar pjesa e ndërgjegjësimit të popullatës dhe të komunitetit. Sensin e masës ti e the në pjesën e divorcit, nuk e njohim ne shqiptarët, por unë kam përshtypjen se sensi masës është edhe tek momenti kur ne njohim një njeri dhe për shpejtimi që kemi dhe nuk i japim kohë vetes tonë partnerit për ta kuptuar a është partneri ideal, a do jetë bashorti ideal, domosdoshmërisht mund të jetë bashorti ideal, por nuk është baba ideal për fëmijët e tu, ose edhe kundërta mund të jetë baba ideal dhe jo edhe bashkëshorti ideal. Megjithatë, të bën përshtypje diferenca e moshës? Diferenca e moshës është një faktor i cili mund të merret në konsiderat, megjithatë nuk është një faktor determinant, do thoja unë, për të dalë në një konkluzion. Viktima është 40 vjeçe dhe dihet që gratë në moshën 40 vjeçe kanë një pjekuri dhe një mendim të vetin për ta përballuar qoftë edhe divorcin. Ndërsa zotrinjt pas moshës 50, siç ishte edhe autori 52 vjeç, kalojnë disa probleme të tyre, futen në një fazë shumë të vështirë fiziologjike, kështu që ekziston kriza e moshës së mesme, në fakt që njihet në fushën e psikologjisë. Mund të ketë luajtur rol edhe kjo? Unë mendoj që ka qenë një shumë faktorësh. Shumë faktorësh, po. E cili ka arritur në këtë lloj rezultati apo në këtë lloj dinamike të ngjarjes. Pra nuk mendoj se një faktor i vetëm apo dy faktor kanë çuar në këtë drejtim për shkallëzimit të situatës. Qartë. Mirë, ne do dalim edhe do ndalojmë pak kjo ndarja e pasurisë e biznesit, a ka luajtur rol apo jo, duke qenë se ata kanë punuar sipas edhe familjarit në një biznes të përbashkët dhe zona e Vlorës dhe Orikumit e njeh shumë mirë çiftin në fjalë, madje edhe figura të njohura publike të cilët të shkojnë drejt jugut kishin ndaluar dhe kanë reaguar për rastin, kishin ndaluar sosja, por edhe vetë autori kishin pasur her pas here në rrjetet e tyre sociale edhe foto me individ të ndryshëm, pra kushdo që ka njohur çiftin nga afër dhe biznesin e tyre ka parë edhe se si ka qenë marrëdhënia. Dua të ndaloj pak tek avokati. Avokat, për të mos e bërë këtë ndarje midis burrave dhe grave në bazë edhe të proceseve gjyqësore që ju keni. Ky mos pranimi si i burrave dhe i grave, por të mos i lënë, por të jenë ata që të dalin në publik apo tek familjarët dhe thonë e lash unë ose shkova unë me kërkesë në gjykat. A ndodh shpesh? Dhe pse e kemi? Patjetër që ndodh shpesh, por unë mendoj që është pak më e rëndë akoma situata. Pse? Ne vetë si person, si njeri, ne kemi të vështirë pranojmë gabimin e vetes. Dhe aq më tepër ta bëjmë publik, duke thënë këtë, automatikisht pjesa tjetër për të pranuar që tjetri largohet nga ty është ende shumë e vështirë, sepse ne nuk pranojmë dot veten, me të mira me të këqija tona. Ne duam të ekspozojmë vetëm pjesët e mira pozitive të tona dhe tjerët na thonë vetëm pjesët e pozitive, në momentin e parë që ata kohemi në një gjë që quhet jo shumë pozitive në karakterin apo personalitetin tonë, ne menjëherë fillojmë të reagojmë. Pra problemi është më shumë individual se sa i vendosun në raport me dikë tjetër. E kemi vetë si problem. Duke i referuar rasteve konkrete të trajtuara, do thoya që me 1% të përafërt, 90% i rasteve gjithmonë kështu ndodh, që asnjëherë qoftë burri gruan apo gruaja burrin nuk e pranon faktin që nuk është më me ta, apo nuk do jetë më me të. Dhe kjo krijon një konfuzion dhe një trajtim jo qytetar, themi të asaj gjë, por është pak e vështirë për të qenë qytetar, sepse ana emocionale është e dominon pjesën arsyetuese të çdo njeriu dhe është pak e vështirë realisht, sidomos në realitetin tonë, sepse ndodh pikërisht për shkak sepse nuk pranojmë dot veten tonë në radhë parë ashtu siç jemi, me të mirat dhe të këqijat tona. Mirë, do ndaloj pak në koment me ty pak më gjatë, është momenti i hapësirës së dytë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit.
Pas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit dhe menjëherë fjala kalon për zotin Novruzadëri, për avokatin ton. Avokat, jemi pikërisht ke sensi i masës që po e diskutonim edhe me psikologën e këshillimit, me eksperten ligjore në gjykat për sa i përket urdhrave të mbrojtjes dhe çështjeve të zgjedhjes martesës. Çifti në fjalë, do t'i referohemi gjithmonë çiftit në fjalë, pas ka marrë një periudhë distance, reflektimi prej 3 muajsh. Pra zonja është larguar tek motra e saj binjake, jashtë territorit shqiptar dhe është rikthyer. Pra, ajo ka qenë e qartë në vendimet e veta. Në eksperiencën europiane, shtetet të ndryshme, përpara se të ndryshe nga Shqipëria, përpara se të shkojnë drejt vendimit dhe vendimmarrjes në gjykat për zgjedhjen e martesës, shteti i jep atyre një afat kohor 3, sipas vendeve të ndryshme, 3, 4 apo 6 muaj deri në 1 vit. Në rastin konkret, kjo ka ndodhur çështja e kohës. Pra, koha është marrë nga zonja në fjalë, por çfarë ka ndodhur me autorin? Duke i referuar rastin konkret, koha është marrë thjesht në aspektin personal që ka vendosur palë me njëra tjetër, jo të ndërlidhura me një instrument shtetëror. Pse ka shpresuar ai? Pse ke mendonte se ka shpresuar? Po është siç e tham, është një lidhje e gjatë aty prej 20 vjetësh, sa tha zotëria që kishin pak më parë kushëriri vet. Pra është pak e vështirë, është, si më thon, dalë nga një rregull në rastin e disa persona. Pra ai shpësua me një rregull tjetër të kësaj natyre dhe është pak e vështirë thjesht koncepti të mendosh që do të shojë rregull dhe ligj në mendjen e tij. Në mendjen e vet, gjithmonë flasim për sa i përket vetë personit që i dyshuar si autor në këtë situatë. Por nëse më lejon, te shoqëria që ju thatë perëndimore, vërtet është kjo kohë dhe këtu jepet, dhe këtu nëse shkon në gjykat, gjykatat lë pa kohë. I thot palve një herë, nuk shkon direkt domethënë deri zgjidhje të pasojave të fundit. Pra ka një seancë pajtimore. Po i lë një farë kohë të caktuar. Ku pyeten dhe diskutohen arsyet pse po ndahen dhe i bëhet pyetja direkte personave, a jeni të vendosur që do shkoni drejt divorcit? Pra është dhe ky një moment ku mund të ketë një kthes, një pikë kthese dhe reflektimi dhe i jepet shansi përsëri për të huaja dhe në vende të tjera nuk ndodh kështu, përpara se të depozitosh kërkesën për zgjidhjen e martesës dhe të vi pikërisht seanca e pajtimit, siç e quani ju, edhe ata e kanë përpara çifti duhet të kalojë në disa institucione dhe të kenë një moment kohe të ndarë nga njëri tjetri, që vende të ndryshme e kanë me muaj apo me kohë të ndryshme. Tu ndoshta mungoj strukturat e me parafrimin e legjislacionit tonë me atë të BE-s, normalisht edhe këtu do vi momenti që të ngrihet një strukturë e tillë. Sot për sot është vetëm gjykata që shkon drejt, nuk ka kush shkon tjetër. Si mendoni që kjo 3 muaj largim fizik i zonjës, pse se ka bërë zotrin të reflektoj dhe të kuptoj që po vjen ky divorc? Unë kam përshtypjen pa dashur për të rënduar apo lehtësuar situatë, dhe sikur 6 muaj ishte, unë kam përshtypjen që të njëjtat pasojat do kishte përsëri. Sepse nuk duhet parë thjesht momenti i fundit. Pra ka pasur mospranim nga ana e zotrisë. Unë gjykoj që kjo është një gjë më e thellë se sa thjesht momenti i fundit. Nuk mund të rregullojë një mungesë, një distancim fizik 3 muaj, 6 muaj, pra do thotë që çifti nuk ka pasur komunikim. Përderisa i ka thënë djalit largohu se dua të flas detajet e fundit me nënën tënde. Dhe unë do shtoj edhe një element shumë të vogël për sa i përket që pjesën e dytë. Tortura patjetër, por tek pjesa e shoqërisë dhe të familjarëve. Më duket pak, ndoshta do jem jo simpatik në këtë që do them tani, por më duket pak jashtë logjike që familjarët e zonjës që të ndjerës sot nuk kanë qenë prezent në këtë moment kur e dinin që ishte situata e tillë. Të paktën një ose 2 familjarë mund ta shoqëronin, të vetët gjithmonë, prindi, vllai, motra, nuk e di. Nuk dua ti as t'i akuzoj as t'i atakoj ata në sjelljen e vet. Mos ketë pasur familjar të afërt në Shqipëri? Po pra, në këtë rast është shumë decizive që ti e di që është situata e tillë. Ajo e ka njohur shumë mirë se si ka qenë bashkëshorti vet, si ka pasur reagime. Kërkoj ndihma e policisë në këtë rast. Po, edhe ndihma e policisë. Por zonja ka tentuar një herë për urdhër mbrojtje dhe sipas informacioneve të mia nuk e ka marrë atë. Por zonja ka shkuar kur kanë qenë fëmijët prezent. Pra ka marrë djalin aty ka filluar, sepse djali 19 vjeç, 20 vjeç, do kishte dalë në mbrojtje dhe ai nuk do guxonte autori ta prekte qofte edhe me dorë nënën e tij. Por ka manipuluar djalin duke i thënë largohu, të sqarojmë këto detaje të fundit, të paktën në këndvështrimin tim, që mos ta abuzojmë, të mos ta abuzojmë. Ashtu si e theksova dhe në fillim të bisedës dhe përgjatë bisedës dhe prapë do e ritheksoj. Ndarjet janë normale dhe divorcet tashmë janë normalizuar dhe kërkesat janë shtuar dhe kjo sado që duket gjë negative në fakt ndonjëherë ndarja është dhe zgjidhje. Okej? Por në momentin që kjo ndarje konflikti përshkallëzon në dhunë, atëherë nuk duhet të mbetet më private dhe të themi që ata e din vetë, pra familja e di vetë, çifti e di vetë. Jo, në këtë moment ka nevojë për ndërhyrje edhe të familjarëve, edhe të komshinëve, edhe të komunitetit, ndonjëherë edhe të fëmijëve kur janë në një moshë që mund të gjykojnë dhe mund të marrin edhe telefonin vetë dhe të telefonojnë policinë dhe të njoftojnë dhe të informojnë instancat se këtu ekziston dhunë.
Pra, normalizimi i dhunës, i çfarëdo lloj Se kemi forme. ne këtë gjë. Pra, ne na pëlqen të merremi me punët e tjetrit, me jetën private të tjetrit, bëjmë thashë theme për tjetrin, qoftë familjar, Por nuk reagojmë në mënyrën e por nuk duhur. reagojmë ndaj Këtu fenomeneve të çedojmë, tilla. këtu mendoj se çedojmë si shoqëri, jemi bërë, aq sa ishim empatik dhe kishim një Ne sens ushqehemi me problemet komuniteti. e tjetrit, me jetën e tjetrit, duke harruar jetën tona, ne ushqehemi me këtë gjë. Dhe vdesim për këtë gjë, dhe ndërkohë për të reaguar dhe për t'i dhënë ndihmë një gruaje që ndoshta dëgjohet, që qanë, që vërtet, që kërkon ndihmë, se mua nuk ma merr mendja që me të tilla tortura që ka gjetur vdekjen, ajo mos ketë. Sidomos duke referuar se si ka ndodhur ngjarja, kjo domosdoshmërisht të çon në një fakt që kjo ka gjë shumë e thellë më pashme dhe e përsëritur disa herë, se nuk duket që te personi mund të ketë pasur një mlef shumë të madh. Me psikologjinë e vet gjithmonë, se ka qenë i kushtëzuar apo i prejardhur prej sjelljeve të viktimës. Vetë forma si ka ardhur, se do ishte ndryshe nëse të kishte ndodhur një aty për aty dhe thjesht aq mund të ndodhi kudo. Ti mendon se ka ndodhur, e pyeta dhe eksperten ligjore, ka ndodhur aty për aty, se mua nuk më duket. Më duket më tepër një e planifikuar se sa për vetë pasojat që kanë ardhur aty për aty, se të kërkohet largimi i idealit për sjarrime, të jesh aty, ose ti të mos reagosh përpara se ajo të largohet jashtë kufijve të Shqipërisë. Nuk e bashkëbiseduar që pse arritëm ne këtu. Si do bëhet tashmë që neve e kemi një biznes, kemi dhe 2 fëmijë. Të mos arrish deri këtu, po të arrish deri në nivele që ti ke ardhur për të marrë orendit e tua të fundit, plashkat e tua të fundit, dhe po ikën dhe unë të torturoj ty deri në atë pikë, sa më pas kur e kuptoj, kthjellohem dhe vras dhe veten. Që ne nuk e dim versionin, është versioni që ju përmendët në fillim që ai ka shkuar dhe ka janë versione që kanë dalë në media. Nëse është akoma më e rëndë, është dhe për vetë personalin e asaj qendrës shëndetësore. Nëse ka çuar ai në qendër. Gjithmonë marrim nëse ka shkuar. Se është pak aty për aty mund ta kryejë vrasin ai në atë moment. Po themi ç'është 5 minutë apo 10 minutë, po të ketë shkuar aty, të jetë kthyer, këtu më lën pak dëshiruar situata dhe duket shkojmë te varianti që ju thoni që diçka më e planifikuar. Çfarë ndodh me hetimet në Vruz? Çfarë ndodh me hetimet? Çfarë duhet të ndodhi? Se duhet kemi një sjarim tani. Edhe familja duhet ta të mbyllen për faktin sepse ka një viktim dhe një viktim tjetër të mëvonshme e bër vetë viktim. Hetimet duhet vazhdojnë ende sepse duhet të shpulojnë shkaqet si kanë ndodhur, gjithë dinamika e ngjarjes dhe shkojë edhe pak përtej thjesht personave që kanë ai që ka konsumuar veprën penale. Pse thua autori dyshuar? Sepse kështu thuhet ligjërisht dhe unë duhet të jem korrekt me ligjin. Përderisa nuk kemi një proces gjyqësor apo një proces gjyqësor të përfunduar përfundimisht. Pra ne mund të themi me saktësi që një person është autori i një vepre penale vetëm kur thot gjykata në fund, që e vendos në formën prerë. Deri në këtë moment ai quhet thjesht i dyshuar në konceptin e ligjit. Qartë, dua të ndaloj pak e suicidit tek vetvrasja. Atëherë, do bëhen eksperimente për të kuptuar si ka arritur ai deri në vetvrasje, është vetvrasje apo diçka më shumë? Në gjykimin tim nuk besoj që të jetë aq shkallë profesionalizmi në Shqipëri ende për të kuptuar se si ka ardhur deri në këtë fazë ky person. Po duhet të jetë. Duhet, është edhe gjë po Kohët e fundit ka filluar eksperimente të tilla, ose prokuror me dinjitet, të cilët disa prej tyre edhe nuk jetojnë më, ose disa prej tyre kanë dalë jashtë vettingut, e kanë bërë eksperimente të tilla edhe vite më parë. Duhet shkuar. Por kohët e fundit po bëhet. A duhet të shkojmë në eksperimente? Se si është kryer vetvrasja dhe a kemi të bëjmë ne me një vetvrasje? Nuk e dim këtë gjë sot e këton dhe mua më duket gjithmonë nëse marrim atë dinamik, atë lloj versioni, mua më duket pak e vështirë që të jetë thjesht vetvrasje në kuptimin klasik të fjalës. Se si e ka çuar, si ka ndodhur ngjarja, pastaj ka pas impresion tjetër diku më tutje, nuk di ta them. Megjithatë, flitet që viktima ka gjetur vdekjen për shkak të torturave dhe dhunës, ndërsa autori dyshuar, siç ju e përmend dhe ashtu duhet të jetë faktikisht jo vetëm si term ligjor, por edhe për neve, edhe njerëzor. Atëherë, dalim pak këtu është vetvrar me armë, pistolet. Atëherë, çfarë po ndodh me armët në dorë të popullatës në Shqipëri? Këtu është një problem tjetër, prandaj nuk duhet të fokusuar thjesht në momentin e ngushtë të ngjarjes. Ne si shoqëri reagojmë vetëm kur ndodh, kur rrëzohet ky bidoni i ujit. Por ne nuk e shohim momentin që mund të kenë marrë një përkulje apo diçka. Pra ne duhet të sensibilizojmë shoqëri. Këto armë si qarkullojnë në Shqipëri. Pra, është thjesht të blesh një armë në Shqipëri? Është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë sepse sa shkon vlerja e blerjes së një arme? Më fal pak, do thoya që ishte thjesht vetëm në vende të tjera, shumë të zhvilluara. Por aty janë instrumente të tilla që ti je i verifikueshëm shumë kollaj. Ndërsa këtu është thjesht e merr dhe nuk e di se ku ka shkuar. Numri 1, arma me numrin 1 po them kot, ti nuk e di se ku ti ka shkuar, ndërsa ti di. Autoria dhe kanë më të thjesht për të gjurmuar autorin dhe për të kuptuar pasojat dhe me çallë rrezikshmërie është ai person. A ke një mesazh në fund të Vrus përpara se ta mbyll edhe me psikologin? Mesazhi im shumë i thjeshtë është që filloni të doni veten me të mirat e të këqija që të keni mundësi të doni edhe tjetrin, po të njëjtin formë.
Këtë do të thë, kjo besoj se i qarën gjitha. Megjithatë, unë them që në çdo emision, ky shpresoj të jetë rasti i fundit. Sa po e them këtë, ndodh një tjetër ngjarje që as ne si emision nuk i kapim dot të gjitha ngjarjet. Përpiqemi, por nuk i kapim dot, aq shumë ngjarje ndodhin. Atëherë, Erilda, një mesazh? Një mesazh të fundit, meqense jemi në një media të ndjekur dhe unë shpresoj që të ketë sensibilizim, duke mos u fokusuar vetëm te rasti, por te fenomeni në përgjithësi. Ne si profesionistë kemi për detyrë që të përçojmë mesazhin se këto raste mund të parandalohen. Nëse ka një koordinim të mirë mes instancave, institucioneve, profesionistëve, gjykatës, policisë, psikologëve, shërbimeve sociale, këto raste janë të parandalueshme, patjetër që po. Në momentin që sinjalizohet se ekziston dhunë, nuk duhet të hesht asnjë person i cili është dëshmitar i dhunës. Çdo kush prej nesh e ka për detyrë që të informojë instancat përkatëse, të marrë një veprim, të bëjë një veprim i cili është në dobi të dikujt apo të një familje në rast të parë. Dhe mos të harrojmë që fëmijëve t'ju jepen ndihma e duhur në momentet më kritike që ata ndodhen. Patjetër që ekziston mundësia sot. Po, viktima më e madhe në këtë histori janë ata dy djemë. Shpresoj që të marrin suportin e duhur profesional dhe institucional, pasi ka nevojë për stabilitet dhe për trajtim të mirëfillt. E shpresojmë dhe urojmë, japim edhe mesazhin sepse ndoshta mund të na ndjekin, edhe nëse jo drejt për së drejti në kanalin ton zyrtar në YouTube, të dy djemtë e familjes Xhebroi, të paktën të kërkojnë ndihmë profesionale, sepse në të tilla raste viktimat janë pothuajse fëmijët, edhe në proceset e divorcit, viktimat janë fëmijët dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, nuk duhet i përdorim ato si pronë e jona, por të dy djemtë e familjes Xhebroi, tashmë nënën e vdekur dhe babain e vetvrar, po kalojnë një periudhë të vështirë dhe duhet të rikuperohen dhe të dalin jashtë kësaj situate dhe realitetit që ka ndodhur. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24. Në fund të këtij emisionin e bashkë do ndahemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Ju të ndiqni përsëri intervistën e zhvilluar me familjarin e Llogara Xhebroi që vrau në 2 janar bashkëshorten duke torturuar Sose Xhebroi. Ngushëllime për vdekjen e kushurinëve tuaj. Faleminderit. Në radhë të parë doja të pyesja ju si e mësuat ngjarjen. Nga televizori. Kur e kishe takuar për herë të fundit zotin Llogara? Isha qaka, se isha mispostor me punë, isha pak largë edhe kishe 2-3 muaj se kishe parë. Kishe 3 muaj që se kishe parë. Po, Herën e fundit që e keni takuar, ju ka shprehur ndonjë shqetësim? jo. Po zonjën Sose, kur e kishe takuar për herë të fundit? Atë e kisha takuar një 2 muaj më para, të ndodhte kjo. Pra ju nuk dinit absolutisht asgjë në lidhje me marrëdhënien e ndërlikuar të tyre. Po, nuk është se para. Gjithë njëri për këto gjërat personale të shtëpisë, do njëri i vetë, edhe shtësia, i pru. E kuptoj. Ata kishin kohë që ishin martuar me njëri tjetrin, sa vite martesë kishin? 20 vjetë. 20 vjet. E kuptoj. Po ishin drejt një procesi divorci? Jo, këtë gjë se ti. Zonja Sose kishte kohë që ishte larguar nga Shqipëria, ishte kthyer për festa, jeni ndjeni? Nuk e dija këtë gjë dhe kur më ka marrë vesh kur ndodhi kjo që nuk ishin tash do me thënë. E kuptoj. Ndërkohë me djemt ke mundur të flasësh? Po qatë flasë që të thëmë, të janë më është delikate janë të traumatizuar nga kjo gjë që ka ndodhur qa më këpush. Dhe të marrin vetën. E kuptoj. Ju patët mundësi të shkonit në varrim? Po normale. Si ju pritën tek familja e zonjës Sose? Po qatë bëjnë ata shketë, si që i zu halli ata në zotën e vetë, nuk është se ishin gjëra të planifikuara këto edhe dhe në gjëra që më frizët asë një. E kuptoj. Si mund të ketë ndodhur ngjarja
kuptoj jam dhe si me këtë se nuk duke mos qenë prezente, duke mos ditur gjërat që kanë vjedhur, mund të abuzoj të flas për gjëra që si di. E kuptoj. Çfarë natyre ishte zoti Llogara? Njeri korrekt, njeri drejt. E kuptoj, po në lidhje me biznesin e tyre. Shumë i rregullt ishin, të dy si burrë e grua, punonin bashkë. Në familje e rregullt, çdo familje shqiptare, e kur nuk jeton për ditë me një person, nuk mundi të ish problemet. Kur e takoje, si kalon mirë, faleminderit, mirë pafshim, do shihemi. E kuptoj. Është e vërtet që fëmijët e kanë larguar trupin e babait? Si? Është e vërtet që fëmijët e kanë larguar trupin e babait, e kanë gjetur në banesë, në bodrumin e banesës? Nuk të flas dot për këto gjëra, kur si di se unë kur ndodhi kjo gjë, mora vesh, edhe nuk isha aty, isha pak larg, jam kthyer nga rruga dhe kam ardhur. Dhe nuk e di si ka ndodhur se Ata janë varrosur në të njëjtin vend, po me orare të ndryshme, apo trupin e babait e kanë çuar diku tjetër? papa i ka vajtë tek varezat e familjarëve të tyre në Dukat të vjetër, kurse jo tek familjarët e saj në Dukat të ri. Në Dukat të ri, e kuptoj. Megjithatë ju morët pjesë në të dyja varrimet, tek kushuriri juaj besoj se po, por edhe tek zonja Sose, e kuptoj. Djemt ishin besoj aty, nuk kanë folur fare në lidhje. E kuptoj. Ndërkohë flitet që vetë zoti Llogara e ka marrë trupin e Sëndirës, e ka çuar në qendrën spitalore në Orikum, edhe më pas është kthyer që ka bërë veprimin ndaj vetes tij. Nuk i di këto gjëra dhe nuk kam pyetur se s'mund të pyes për këto gjëra, se janë gjëra që janë të vështira të shpresh edhe nuk. Po keni një qëndrim tuajin Çfarë qëndrimi? në lidhje me gjithë situatën, me këtë që ka ndodhur? Ndodh asnjëriu të është diçka shumë e rënda, për gjithë rrafar për fëmijët, për veten e tyre se ishin të ri, edhe pastaj për gjithë ne se normale, dhe me atë kishim kaq vite që kishim punat në ofis, edhe ky kushërim njerëz të rregullt ishim. Kjo është një fatkeqësi që nuk e uroj asnjëri. E kuptoj. Megjithatë me djemt do mundesh të flasësh për situatën, si është gjendja, unë të pyeta pak më përpara, kur i ke parë djemt për herë të fundit? Jam për të shikoj se shkoj e te shtëpia. Edhe është gjendje e rënduar, ë? Po normale është një dhimbje thellë. E kuptoj. Ke mundur të flasësh, flasin çfarë thon për gjithë ngjarjen djemt? Nuk mund të ngacmoj në atë pikë që është diçka shumë e dhimbshme edhe. Aktualisht me kë qëndrojnë djemt? Po tani në shtëpi ka njerëz janë të xhallarë të jetë mbledhur aty janë për halli që kanë aty janë tani. Pra ju thoni që në varrimin e zonjës Sose ju pritën mirë familjarët apo jo? Po tani që ajo është fatkeqësi, kupton, nuk është se tash njëri të ndodhte kjo gjë, nuk jep dot njëri. Vetëm ata persona e dinë halli si e kanë pas. S'keni kuptuar asgjë ju nga jashtë? Po tani nga jashtë. Po çdo njeri është në punët e tij, në hallet e tij, kur e takon, e pyet si kalon mirë, po nuk të shfaqi gjë, po sa gjë ka mund të dish se çfarë ndodhi brenda familjes. E kuptoj shumë qartë.